وأحل الله البيع وحرم الربا. Po ashtu nga kjo kuptojmë, o vëllezër, se nëse nuk është i rritur, atëherë si qëndron çështja e atij i cili nuk është i rritur, pra çështja e fëmijës dhe atij të miturit i cili nuk është pra në pubertet, nuk ka arritur, të na i thëmë nuk ka arritur bulugun, nuk ka hyrë ende në bulug. Si qëndron çështja dhe dispozita e jurisprudencës islame në këtë pikë? Çka folën dietarët, a lejohet dhe a konsiderohet e vlefshme shitblerja e fëmijës? Nëse lidh një kontratë apo një fëmijë, ndodh që ti të shesës dhe të blesh, por nëse është prezent një fëmijë, qëndron te malli dhe ti e shef se nuk është kujdestari, por është fëmija, a llogaritet shitblerja e vlefshme nëse lidhet me një fëmijë? Kjo me të vërtetë është mesele shumë e rëndësishme që kjo ndodh te çdo epokë, ti them, apo në çdo vend, që të ndodh që të bëhet shitblerja apo të lidhet një kontratë në marrëveshje në shitblerje, po edhe nëse është një fëmijë aty prezent. E në këtë pikë, o vëllezër, dietarët ndryshuan në mendimin e tyre. Për ta sqaruar shkurt në disa pika për të u kuptuar, për shkak se tham kushti është që të jetë i rritur, i lirë e të jetë i mençur, apo? Atëherë nëse nuk është i rritur, nëse është fëmijë i mitur, si qëndron çështja? Po unë e bona shitblerjen kur vjen zotëria, nuk e di çka ndodhi. Atëherë duhet ta kuptojmë, o vëllezër, se dietarët në këtë pikë pra ndryshuan kështu. Disa prej tyre shkuan në ato se lejohet dhe konsiderohet e lejushme dhe e vlefshme shitblerja, si shitja apo blerja e fëmijës së mitur, por nëse është me lejen e kujdestarit, të jetë me lejen e kujdestarit. Disa të tjerë shkuan se nuk lejohet dhe nuk konsiderohet e vlefshme shitblerja e fëmijës ke në përgjegjësi të kujdestarit, edhe nëse e kalon kujdestarit i pra baba, prindi ose tjetri, që është kujdestari ati madhi që e kalon atë fëmijën për ta shit, nëse vend dikush ti i thua që i kaq. Një grup pra prej dietarëve shkuan në të se nuk lejohet ke ajo apo ke me leje apo pa leje të kujdestarit. Ndërsa disa të tjerë shkuan në ato se nëse i lejohet në një diçka të vogël, nëse është çështje e vogël, është e lehtë, nuk është shumë e madhe, nuk është e vlefshme, atëherë lejohet, pra nëse është domethënë prezenca apo përgjegjësia e cila është përgjegjësi baba, ashtu të tjerë të cilët ja kanë lënë këtë përgjegjësi. Gjithashtu e bën edhe një dallim, o vëllezër, për ta kuptuar shkurt e qartë, thanë, ai fëmijë i cili i dallon çështjet, është dallues i çështjeve, dallon çmimin, e dallon mallin, edhe ai që nuk dallon çështjet. Te ai i cili nuk dallon, dietarët shkuan se nuk llogaritet dhe nuk konsiderohet shitblerja e tij e lejuar. E as nuk lidhet shitblerja me ato i cili nuk i dallon çështjet. Sikur pra në to bën polemik dietarët. Kurse te ajo e cila gjithashtu bën polemik, ishte te ajo se nëse është fëmija dallues, mirë po të jetë në lejen e kujdestarit. E këtu pra dietarët u ndonë gjithashtu në mendim. Nëse është fëmija dallues, mirë po, ai dallon çështjet, dhe nëse janë çështjet vogla apo të mëdha, atëherë dietarët thanë kështu, o vëllezër, në ato të cilët nuk e llogariti, është mëdhëbi Shafi'i, thanë ke ajo e vogël, ke ajo e madhe, edhe nëse është dallues, por derisa ta arrijë në bylyg, ai nuk i lejohet pra që të lidh këtë kontratë këtë shitblerje. Kurse ato të tjerët nga dietarët, siç është shumica, nga Malikit, Hanefit, edhe një transmetim apo mbështetur te mëdhëbi Hambeli, shkuan ato se nëse është që i dallon çështjet me lejen e kujdestarit, pra ke prindi apo dikush që ja lejon, atëherë pra llogaritet kjo çështje e lejuar apo konsiderohet e vlefshme shitblerja e tij. Ibn Mundhiri i lidhi pak këtë anën e shpjegimit të asaj që shkoi për shembull mëdhëbit Hambeli edhe të Ishaq ibn Rahawi, i cili tha se kanë për qëllim nëse është çështje e vogël. Por nëse është çështje e madhe, gjithashtu dhe edukatja është se nëse është çështje e madhe ajo, lidhja e asaj pasurie, pra te mëdhëbi i cili shkuan pra Malikit, Hanefit dhe mbështetëse te mëdhëbi Hambeli,
se lejohet, mirë po nga medhebi Shafi'i, si dhe transmetim të medhebit Hanbeli, shkruan atë se nuk lejohet. Pra për ta kuptuar kështu shkurt o vëllezër, pra nëse është fëmija i cili dallon, dietarët ndryshuan në mendime, nëse është në çështjen e lehtë, është normal të gjithë se lejohet. Nëse është çështje e rëndë, përsëri çështjet e mëdha, pra nuk ja lën njeriu fëmijës për ta lidhur në shitblerje, i cili është domethënë kontrakt, ato dy kontraktuesit, po ku qëndron çështja? Qëndron nëse është dalluesi me lejen e prindit. Nëse është me lejen e tij, nëse në çështje të mëdha tham përsëri dikush e ka llogaritur që bën, e dikush tjetër nuk e ka llogaritur nëse nuk është me lejen e prindit apo kujdestarit. Pra ajo më e mira që e kuptojmë nga dietarët se nëse është fëmija i cili është dallues, edhe pse ndoshta se ka arritur ndoshta bylygun, por përderisa i dallon çështjet dhe e lën përgjegjësi aty dhe jep leje përgjegjësi atij, pra ke baba ose dikush, atëherë lidhet inshallah me lejen Allahu xhelle xhelaluhu, me dallimin tham në të madh apo në të vogël. Lutim Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu të na mëson fenë e tij, e të na mundëson praktikën e tij, e të na mundëson ta kuptojmë fenë e Allahu xhelle xhelaluhu, se padyshim këto vlera dhe këto mësime nuk vijnë vetëm se për të na udhërrofyer neve në ato e cila është më e mira. Vazhdojmë inshallah me lejen Allahu xhelle xhelaluhu në dersin e ardhshëm me disa pika tjera të cilat janë kyçe që na duhet të i kuptojmë në çështjen e lidhjes së kontratës të dy kontraktuesve, që është shtylla kryesore e saj me kushtet të cilat i përmban. Wa kullu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.